Në Shqipëri, sektori i ndërtimit, gjithashtu dhe tregu i pasurive të paluajtshme kanë postuar ndryshime të konsiderueshme ndër vite. Altax në raportin e fundit ka krahasuar rritjen e kostove të ndërtimit dhe çmimet e shitjeve të banesave në periudhën kohore të viteve 1995 deri në vitin 2024. Sipas raportit, nga vitet 1995 deri në vitet 2000 dhe në vitet 2000 deri në vitet 2010, kosto e ndërtimit u rrit me 11.5%. Kjo u reflektua dhe në rritje të çmimit të shitjes nga ku ka përceu në 100% deri në 200%, ose thënë ndryshe, nga 250 deri në $450, në 300 deri në 900 euro. Altax thekson se në këtë periudhë çmimet e shitjeve të banesave u rritën më shpejt se kostot e ndërtimit, gjë që mund të lidhet me kërkesën e lartë dhe përmirësimin e kushteve ekonomike. Por nga vitet 2000 deri në vitin 2010 dhe në 2010 deri në 2015, kosto e ndërtimit u rrit me 11.6% dhe se çmimi i shitjes u rrit me 50% deri në 100%, ose deri në 1.200 euro. Kjo periudhë ka pasur një rritje të shpejtë të kërkesës për banesa. Në periudhën e viteve 2010 deri në 2015 dhe 2024, kosto e ndërtimit u rrit me 32.7%, ndërsa çmimi i shitjes u rrit deri në 2.000 euro. Në këtë periudhë, rritja e çmimeve të materialeve dhe pasiguria në furnizim ndikua në rritjen e kostove të ndërtimit, por çmimet e shitjeve të banesave vijuan të rriten, duke reflektuar kërkesën e lartë dhe inflacionin. Por sipas për llogaritjeve të Altax, në të gjithë periudhën nga vitet 1995 deri në 2024, kosto e ndërtimit u rrit me 65.2% dhe se çmimi i shitjes së banesave u rrit me 140% deri në 300%. Krahasimi i përgjithshëm tregon që çmimet e shitjeve të banesave janë rritur më shpejt se kostot e ndërtimit, ndërkohë faktorët si inflacioni, politika monetare dhe investimet e huaja kanë pasur ndikim të madh në këtë tendencë.